Rehabilitimi i rrjetit të furnizimit me ujë të Shkodrës nga monumenti 5 heronjve të Vigut në drejtim të Rusit ka hyrë në një fazë të rëndësishme punimesh, pasi ato po kryen në anë të rrugës kryesore të hyrje-daljes së Shkodrës nga Malësia e Madhe. Po punohet për hapjen e kanalit ku do të vendoset tubi kryesor i shpërndarjes së ujit në një gjatësi prej 1.5 kilometrash deri tek rrethrotullimi i Dobraçit, ndërkohë që rruga duhet të mbahet e hapur për qarkullimin e automjeteve. Inxhinieri Erisem Çehaja sqaron. Për momentin është të bëhet linja kryesore me top gizet 600 që do shkojnë deri te rrethrotullimi në Dobraç. Shpresojmë deri ka gjys augustit me arrit aty. Kena pas komplet mirë kuptimin e komunitetit. Edhe ne jena përshtat komplet edhe kushteve teknike të ndërtimit. Këto kanë sa rrugë nacionale dhe kryesore, janë vendos flamurtar edhe komplet sinjalistikat e duhura për me evituar aksidentet edhe pjesën që mund të ndodhin gjanat pa parashikueshme. Ndërkohë që punohet për shtrimin e tubit kryesor të shpërndarjes së ujit nga stacioni i pompave të ujit të Pishëm deri në hyrje të qytetit në Rus, në Dobraç, Golem dhe zona të tjera, është ndërhyrë edhe në 5 pika të tjera për shtrimin e rrjetit të brendshëm të ujësjellësit. Kështu rehabilitimi i rrjetit të furnizimit me ujë të Shkodrës në këtë fazë do të sigurojë ujë të Pishëm për 2200 familje të kësaj zone. Fondi për këtë projekt arrin në 9.199.000 euro me afat përfundimi 18 muaj, ndërkohë që punimet kanë nisur në muajin dhjetor të vitit të kaluar.